Franca vite më parë ishte bllokuese e Tiranës dhe Shkupit në rrugën e hapjes së negociatave me Bashkimin Evropian, por sot shfaqet entuziaste. I dërguari i posaçëm i Macron për Ballkanin Perëndimor, René Trocan, i ka thënë gazetës greke Tovima se Shqipëria dhe Malizi mund të jenë anëtare të Bashkimit Evropian brenda 3 viteve të ardhshme. Zgjerimi është një përparësi për Francën dhe unë mendoj për të gjithë Bashkimin Evropian. Është normale që disa shtete të ecin me një ritëm më të shpejt. Do të thoja se Malizi dhe Shqipëria janë përpara në këtë proces. Janë relativisht afër integrimit të plot. Sipas një vlerësimi optimist, kjo do ndodh brenda 3 viteve të ardhshme. Trokas flet për ecje paralele të procesit të integrimit me reformat e brendshme që kërkohen në Bashkimin Evropian. Nevoja për të përshpejtuar integrimin dhe reformat e brendshme në nivel institucional duhet të shkojnë së bashku. Ne jemi 27 antar sot në Bashkimin Evropian. Duhet të llogarisim se si do të funksionojmë kur të jemi 30. Rregullat dhe institucionet duhet të përshtaten. Sipas të dërguarit francez për rajonin, zgjerimi do të duhet të kapërcente atë që e konsideron si një numër gjëmbash lokal që kanë të bëjnë me marrëdhënie dypalqe mes shteteve ballkanike, siç është bashkëjetesa e vështirë me Serbisë dhe Kosovës.